Prokuroria heton në krimin e trefisht në Roskovec, autori vrasjes së 2 bashkëshortëve rezulton të jetë arrestuar më herët për kërcënimet ndaj familjes. Dokumenti Besa i kryeministrit Edi Rama është një manual pune për deputetët socialistë dhe ministrat, kërkohet një transformim rrënjësor i administratës publike. I kërkuari i SPAK-ut për trafik kokaine Denis Tafili shfaqet në një konflikt në Durrës, një punonjës policie dyshohet se e ka ndihmuar atë dhe po hetohet. Qeveria nis fushatën e informimit të biznesit për të dyfishuar aktivitetin, sipërmarrësit mund të përfitojnë deri në 2 milion euro nga projekti. Situatë kritike nga zjarret në Francë dhe në Spanjë, mbi 280.000 persona evakuohen pas shpërtimit të vatrave të reja, shpallje dhe gjendje e jashtëzakonshme. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet shëndrore këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Shohim tani me radhë zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Krimi i trefisht një ditë më parë në Roskovec ka tronditur banorët e zonës atje. Ndërsa ata i kanë thënë lamtumirën viktimave, prokuroria po heton të kaluarën e autorit 35 vjeçar. Ai rezulton se ka qenë i denoncuar dhe madje edhe i arrestuar për kërcënimet ndaj familjes që ekzekutoi ditën e premte. Prokuroria e Fierit po heton ngjarjen e rëndë të ndodhur të premte në një fshat të Roskovecit ku Refit Buzi vrau prindrit e ish të dashurës dhe më pas i dha fundjetës. Familjarët e viktimave ngritën pyetje dhe akuza se si 35 vjeçari, i cili kishte qenë disa herë në burg në të shkuarën, ishte lënë i lirë duke vijuar kërcënime ndaj vajzës 24 vjeçare. Është dhimbje madhe, kjo nuk është. Kishte rregulluar para. Mirë do ishte, mos kishte ndodhur deri këtu. Mirë do ishte. Që tikin dy veta për i familje. Është gjë shumë, u shoh shtëpia. Çfarë do zihen shtëpia tani? 2 varre me një shok. Burime pranë prokurorisë bën të ditur se po verifikohet e kaluara autorit dhe vendimet e gjyqit që nxorën atë nga burgu. Rezaf Buzi në të kaluarën e tij është dënuar 3 herë nga drejtësia, 1 herë në Angli për pastrimi i produkteve të veprës penale dhe 2 herë në Shqipëri për përndjekje dhe kanosje. Ndërkohë, policia publikoi pamjet nga momenti i shpëtimit të Rosalinda Plakut, e cila mbahej peng në makinë. Fillimisht një efektiv policie që duket të jetë negociatori afrohet e mjeti dhe bisedon me Refit Buzin. Ky i fundit pranonte të dorëzoj vajzën e cila në gjendje shumë të rënduar pushoi pak çaste pas daljes nga makina. Negociatori arriti ta marrë me kujdes duke shoqëruar në një distancë të sigurt nga agresori armatosur. Ndërkohë, këtë të shtunë familjar, miq dhe banor të shumt i dhanë lamtumir në fundit 2 bashkëshortëve, ndërsa ceremonia mortore për autorin e ngjarjes zhvillohet të dielën për të mos krijuar përplasje mes 2 familjeve që jetojnë në të njëjtën zonë. Dokumenti Besa i shpallur nga kryeministri Edi Rama është një manual pune për deputetët dhe për ministrat socialistë. Vision Plus mëson se ai përmban porosi për transformimin e administratës, funksionimin e institucioneve dhe llogaridhënien ndaj qytetarëve. I konsideruar si një pikë kthese për mandatin e 4, dokumenti Besa, i prezantuar nga kryeministri Edi Rama përpara deputetëve dhe ministrave socialist, pritet të sjellë një reformë të thellë të qeverisjes. Burimet bëjnë të ditur për Vision Plus se dokumenti që u zhdhën deputetëve të mazhorancës kërkon një reflektim të drejtë për drejtë politik mbi atë që Rama e quajti misioni i mandatit të 4, duke u ndalur konkretisht te kalimi nga transformimi fizik i vendit drejt fuqizimit dhe kthimit të besimit të institucionet. Sipas dokumentit, nxitësi kryesor i kësaj kthese politike ishte protesta flamingove, pikërisht marshimi i qytetarëve ishte një pasqyrë e pushtetit që nxorin e pas se transformimi i vendit dhe përjetimi shoqëror nuk janë në harmoni, por në tension. Dokumenti Besa sqaron se fjala është për një mandat besimi dhe jo thjesht për ndërtime të reja apo projekte infrastrukturore. Pika qendrore e draftit analitik është funksioni real dhe funksionaliteti i institucioneve, si dhe ndërtimi një administrate që respekton afatet dhe u shërben qytetarëve. Për të arritur këtë, dokumenti parashikon një ndryshim rrënjësor në mënyrën se si merren, shpjegohen, zbatohen dhe korrigjohen vendimet, duke u bazuar në një skemë ku palët të vendosin interesat e qytetarëve mbi të gjitha. Kryeministri Edi Rama bën një paralelizëm mes integrimit evropian dhe reformës së brendshme administrative, ku shprehet se për hapjen e negociatave u kërkua bindje diplomatike, ndërsa për të mbyllur ato duhet bindje institucionale, në mënyrë që ligjet mbi të gjitha duan të zbatohen dhe rezultatet të maten për të gjithë.
Kreu i ekzekutivit nënvizon gjithashtu se Besa nuk është një dradh që i shërben partisë por vendit dhe po ashtu duhet të konsiderohet një investim afagjat për shtetin shqiptar. Opozita e mbështet plotësisht protestën e qytetarëve në bulevard dhe deklarata është bërë nga lideri demokrat Berisha, i cili bëri të ditur se pas zgjedhjeve të brendshme gjithë partia do të punojë për suksesin e lëvizjes qytetare. Kjo merita relative. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në komunikimin e tij me qytetarët u ndalte protesta e zhvilluar prej 55 ditësh në kryeqytet, duke deklaruar se nuk organizohet nga Partia Demokratike. Megjithatë, opozita do vijojë ta mbështesë. Pjesëmarrja e Partisë Demokratike është e fuqishme në këtë protestë dhe do të jetë. Dhe ne ndjekim me shumë interes, me shumë vëmendje. Do të riformulojmë agjendën tonë në funksion të zgjedhjeve të ardhshme, në funksion të suksesit të protestës. I pyetur lidhur me çështjen e Belinda Ballukut, Berisha tha se SPAK nuk vepron në mënyrë të pavarur dhe se prokurorët që zbatojnë ligjin përballen me presion politik. Kur një prokuror vendosi të zbatojë ligjin, ai u përball me gërsinë të Edi Rams, Lumi Ballukut dhe bandave të tyre, u përball me votën e 83 mandateve të krimit në parlament, kështu që faktikisht SPAK-u është sot thjesht një organizatë e Partisë Socialiste. Berisha hodhi gjithashtu akuza ndaj kryeministrit Rama për organizimin e koncertit të Kanye West. Edi Rama përdori kartonat e tij të krimit për të votuar në parlament dhuratën e parave që u grabiti pensionistëve shqiptar, qytetarëve shqiptar dhe për t'ia dhuruar ato miliardierit Kanye West. Lidhur me figurat e reja të zgjedhura në strukturat e Partisë Demokratike, Berisha tha se ndonë nëse nuk janë të njohura për publikun, ata përfaqësojnë sipas tij një grup me vlera dhe profesionalizëm. E shtuna shënon ditën e 56 të protestave kundër qeverisë Rama. Qytetarët e parë janë mbledhur në sheshin në Skënderbej dhe më pas do të zhvendosen drejt selisë kryeministrisë. Protestuesit vijojnë të kërkojnë ndërheqjen e Edi Ramës, të cilin e akuzojnë për dëmtimin e zonave të mbrojtura, për korrupsionin dhe për investimet strategjike. Pas tubimit në shesh, qytetarët do të marshojnë edhe në disa prej rrugëve kryesore të Tiranës. Ndonë se ndodhet në kërkim nga SPAK-u, Denis Tafili, një nga emrat më të akuzuar nga drejtësia, është përfshirë në një sherr në një lokal në Durrës, ku protagonist është bërë edhe një efektiv policie. Agjencia Mbikëqyrjes Policore ka nisur hetimet për policin Leonard Xhamollari, për të cilin ka dyshime se ka lidhje dhe njohje me të kërkuarin e SPAK-ut. Polici ishte i pranishëm në lokal kur ndodhi konflikti, por në deklarimet e tij ai tha se nuk ka lidhje me të kërkuarin. Ndërsa Edison Gjuzi, i cili është dënuar me pistolet nga Tafili, pretendon se e ka parë policin disa herë në shoqërinë e Denis Tafilit. Agjencia e Mbikëqyrjes Policore është duke verifikuar kamerat e sigurisë për të mësuar nëse efektivi ka favorizuar të kërkuarin e SPAK-ut të Tafili. Në maj të këtij viti, SPAK-u mbyll hetimet për grupin e Elvis Doçit, pjesë e të cilit është edhe i kërkuari. Policia në Shkodër ka arrestuar 3 persona të cilët janë kapur në flagrancë me armë zjarri dhe me municione luftarake. Gjithashtu, blu të gjetën edhe një sasi lëndësh narkotike. Arrestimi Elzner Kurmemajt, 42 vjeç dhe 2 18 vjeçarve, Albion Idrizi dhe Indrita Vdyli, u bë teksa këta të fundit ishin ulur së bashku në një lokal.
Policia sekuestroi pistoletën dhe fishekët dhe po ashtu edhe kokainë dhe kanabis. Agjentët po hetojnë nëse të tretë arrestuarit janë apo jo të përfshirë edhe në shitjen dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike. Bizneset e vogla dhe të mesme mund të përfitojnë deri në 2 milion euro për të shtuar kapacitetet e tyre prodhuese. Nisma e mbështetur nga qeveria garanton edhe pjesën më të madhe të kolateralit në bankë. Qeveria vazhdon të promovojë dhe të nxjisë shqiptarët që të rrisin bizneset e tyre duke u ofruar kredi me interesa të ulta nëpërmjet programit Dyfisho biznesin tënd. Nga qyteti Durrësit, zëvendës kryeministri Albana Koçiu shpreh se kjo është një mundësi shumë e mirë për sipërmarrësit. Fillojmë një fushat për programin Dyfisho, ndërmarrjen. Tu hartua në bashkëpunim edhe me Bankën e Shqipërisë dhe me bankat e nivelit 2, që kushdo që e ka një ide lidhur me ku do ta çojë biznesin e tij, të ketë mundësinë dhe ta aplikojë. Dhe nga ana tjetër, vetë qeveria del garant duke garantuar 70% të kolateralit nëpërmjet garancisë sovrane. Deri në 2 milion euro mund të përthithen nëpërmjet aplikimeve në këtë program. Për ata që kanë probleme në hartimin e planit për zgjerimin e biznesit, do të ofrohet asistencë nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit. Kjo është arsyeja pse Ministria e Ekonomisë do të vendosë ekspertizë për të asistuar falas të gjithë ata që ka nevojë për të shkruar një plan investimi me qëllim që banka të mos krijojë probleme, dhe nga ana tjetër edhe garancia, pra vetë shteti, qeveria në raport me Bankën e Shqipërisë dhe me bankat e nivelit 2 garantojnë që procesi të jetë më i thjeshtë, pa burokracira, dhe në ndërkohë nga ana tjetër dhe të kryhen me gjithë ato kërkesa që ka sistemi bankar. Programi Dyfisho biznesin tënd do t'i mbajë të hapur aplikimet deri në vitin 2027, ku në varësi të kërkesës së shfaqur, qeveria parashikon të rrisë fondin deri në 1 miliard euro. Zjarri që përfshiu parkun kombëtar të Llogaras në Vlorë është shuar dhe vatrat e fundit janë vënë nën kontroll. Flakët, të cilat ishin aktive prej 3 ditësh në parkun kombëtar, sollën vështirësi për shuarjen e tyre. Vatra e zjarrit ndodhej poshtë antenave në një zonë të dendur pyjore dhe reaktivizohej vazhdimisht. Shuarja e flakëve është bërë mundur nga ndërhyrja e strukturave në terren. Megjithatë, rreziku nga zjarri në këtë zonë mbetet i vazhdueshëm dhe i lartë. Kryetari e Bashkisë së Vlorës në një postim në rrjetet sociale bëri apel për kujdes maksimal nga banorët dhe nga vizitorët e këtyre anëve. Tingujt e muzikës pushtuan Kalana e Rozafës në edicionin e radhës të festivalit Zafest. Para publikut interpretuan artistë të ndryshëm vendas dhe të huaj. Kalaja historike e Rozafës mirëpriti festivalin muzikor Zafest në edicionin e 10 të tij. Në atmosferën unike të monumentit simbol të Shkodrës, publiku përjetoi një mbrëmje të mbushur me emocione, interpretime live dhe një program artistik që ndërthuri muzikën bashkohore me trashëgimin kulturore. Ideatori i festivalit Vlashend Sata thot se Zafest synon të jetë shumë më tepër se sa një festival muzikor. Ajo që tenton me dhënë është me i bëj njerëzit bashkë, është me shku te vlera, është me shku bashkë njëri tjetrit, është me ndaj gjërat bashkë, gjërat e bukura bashkë, me i ndërtu bashkë, me dhënë kurajo bashkë, me i dhënë jetë, me i dhënë frym. Faktikisht, e vetmja gjë që Zafestin e dallon në tërësi është shpirti që ka. Edhe ai shpirt nihet. Edhe njerëzit e kanë përqafu edhe njihen pjesë e tij duke pas këtë lloj boshti. Mbrëmja u shoqërua nga interpretimet e disa artistëve të njohur, mes tyre Shpat Deda dhe një grup francez, të cilët sollën në skenë repertorin e tyre, të mirëpritur me duar trokitje nga publiku i pranishëm. Festivali mbyllet me natën e tretë sërish në ambientet e Kalas së Rozafës, me pjesëmarrjen e artistëve të tjerë vendas dhe të huaj. Personat me aftësi të kufizuara ishin pjesë e një koncerti të zhvilluar në Ersek, mes tyre spikati dhe historia e një 70 vjeçari i cili ndonso verbua që fëmijë arriti ta çojë deri në fund pasionin për klarinetën. Nevruz Bramo, 70 vjeç nga Skrapari, është një histori force, vullneti dhe dashurie për muzikën.
Edhe pse në moshën 10 vjeçare humbi shikimin dhe një nga gishtat e dorës si pasojë e shpërthimit të një mbetjeje luftarake nga lufta e dytë botërore, ai nuk hoqi dorë nga ëndrat për të luajtur me klarinet. Jam aksidentuar në moshën 10 vjeç me një mbeturi të luftës së dytë botërore. Unë kisha shumë dëshirë për klarinet. Edhe nuk më futë e mërzita me thënë të drejtën. Unë në momentin që ata linin të lejë klarinet, unë e menja fillova, më pëlqeu, ambientova edhe fillova pastaj të dalë edhe bra dhe shkollën e mesme të muzikës. Përmes historisë së tij, Nevruz Bramo përcjell një mesazh të fortë për personat me aftësi të kufizuara. Ai i fton ata të besojnë te vetja dhe të ndjekin pasionet e tyre. Të gjithë janë të mrekullueshëm. Ta jetojnë jetën ashtu si më vjen. Ta jetojnë e ta shijojnë. Historia e tij u bë pjesë e koncertit të organizuar mbrëmjen e së premtes në Ersek nga Bashkia Kolonj me pjesëmarrjen e personave me aftësi të kufizuara. Aktiviteti solli në skenë muzikë, art dhe histori frymëzuese, duke përcjell mesazhe të fuqishme për përfshirjen dhe barazinë. Elbasani në shekullin e 20 titullohet ekspozita e hapur në Muzeun Etnografik. Përmes fotove, publiku mund të njihet me zhvillimin dhe transformimin e qytetit ndër vite. Në kuadër të aktiviteteve verore në Muzeun Etnografik të Elbasanit është çelur ekspozita fotografike Elbasani në shekullin e 20. Kjo ka sill për vizitorët momente dhe imazhe që pasqyrojnë historinë, jetën dhe zhvillimin e qytetit ndër vite. Kjo praktik duhet të zhvillohet shpesh, duke ekspozuar fotot të tilla të vjetra, pasi qytetarët nuk kanë mundësi t'i shohin nëpër shtëpia, dhe një ekspozitë e tillë kuptohet i ndihmon shumë qytetarët të kujtojnë kohën e kaluar. Sa më shumë aq më bukur. Organizoni shumë gjëra të bukura. Do jetë diçka tamam e bukur që të vinë brezi im të vi ta shikojnë më shumë. Se të rit janë shumë mbrapa nga kjo gjë, nga ekspozita, më shumë shikojnë aktivitete tjera se sa ekspozita. Ekspozita është diçka e bukur. Edhe për drejtorin e Muzeut Etnografik të Elbasanit, aktivitetet të tilla synojnë të përcjellin një pjesë të kujtesës historike tek qytetarët. Kemi një cikël shumë të bukur ekspozitash, janë fotografi dhe imazhe që dalin për publikun për herë të parë, janë nga fondi i Muzeut Etnografik qytetit Elbasanit, dhe pse jo është një hapësirë shumë e këndshme për të kaluar disa minuta për të njohur qytetin, pse jo për t'ia përcjellë brezave të ri. Elbasani është ndër zonat më të hershme të Shqipërisë që vërtetojnë trashëgiminë dhe kulturën e lashtë të vendit tonë. Dokumenti më i vjetër arkeologjik që ruhet në Muzeun Etnografik të qytetit është basoreliefi skalitur në gur dhe stela me figurën e Nusës Ilire. Ajo i përket shekullit të 2 dhe të 3 dhe është gjetur në fshatin Tërbaç të Krabës. Fëmijët të moshave nga 1 deri në 3 vjeç morën pjesë në atë që njihet si maratona e bebeve në Pogradec. Kalimi i tyre dhuroi momente mjaft emocionuese në qytetin liqenor. Është zhvilluar edicioni 4 i maratonës së bebeve në Pogradec, një aktivitet tashmë i kthyer në traditë, i cili rikthehet çdo vit për të sjellë buzëqeshje dhe momente të paharrueshme. Protagonistë të kësaj gare simbolike ishin fëmijët e moshës 1 deri në 3 vjeç, të cilët me hapat e tyre të parë dhuruan spektakël për të pranishmit. Ishte një super sfidë e fëmijëve, sigurisht, por dhe një përgjegjësi nga ana jonë për të gjetur realisht më të mirat. Ishin rreth 60 fëmijë pjesëmarrës, nga të cilat u lauruan të gjithë me medalje. Pa diskutim, përfituesit e çdo grup moshe kishte edhe kupa të dedikuara. Prindërit, të emocionuar dhe krenar, ndoqën nga afër çdo hap të kampionëve të tyre të vegjël, duke krijuar një atmosferë plot dashuri, entuziazëm dhe duartrokitje. Jam shumë e lumtur, nga sita e tij e parë dhe i uroj që të jetoj të keq gjithmonë mbarësi. E kënaqur që më fitovi një fitim, Elmenco Gjona. Jam e kënaqur që fitovi kupën për herë të parë. Ndjem shumë mirë, jam shumë e lumtur që Tiana fitoi. Po, është e paraqesje. Edhe vitin e shkuar kemi qenë fitues përsëri të vendit të parë. Edhe si vjet pra sërish fitues. Ndjemi shumë e lumtur, ishte hera e parë që morëm pjesë dhe jemi shumë të kënaqur. Aktiviteti zhvillohet në kuadër të maratonës ndërkombëtare Enkelana, e cila këtë vit organizohet për të 5. herë në Pogradec
duke mbledhur sportistë nga 40 vende të ndryshme të botës dhe duke shndërruar qytetin në një destinacion të rëndësishëm të sportit dhe turizmit gjatë sezonit veror. Këtu kemi përfunduar me lajmet tona qendrore. Faleminderit dhe miru takofshim.